Atëherë fillojmë me pjesën se si do trajtojmë domethënë me strategjinë takfak. Fillimisht e shpjegova domethënë te pjesa që e mekanizmit të strategjisë. Tani do shpjegojmë pjesën e analizës, pra pjesën e analizës së marketit. Gjëja e parë që duhet të marrim parasysh është që fillimisht do trajtojmë euro poundin dhe euro CF, dy çifte që brenda ditës i bëjnë diku, në raste të mira i bëjnë diku 20-30 pips. Pra mund të kapim lëvizje 20-30 pips, çka ne këto na hyn në punë. Pra mjafton që çifti si euro poundi dhe euro CF janë më pak më pak të paqëndrueshme, pra janë më stabile si çifte, dhe pjesa e stop loss-it 20 pips është që t'i lesh hapësirë tregtisë, domethënë edhe strategjisë të thjeshtë që të zhvillohet dhe të kemi sa më shumë mundësi, pra probabilitet që të dalë një tregti e suksesshme. Gjëja e parë që duhet të dimë është që do bazohemi vetëm në një orarsh, pra do bazohemi në një orarsh për të markuar demand ose supply. Pra ne do përdorim në këtë çift vetëm demand ose supply. Pra vetëm këtë lloj strategjie. Më pas entrin do e bëjmë në 15 minutë. E mira do ishte që në momentin që ne vendosim të jemi short në një tregti, qiriu paraardhës, pra qiriu i më përparshëm daily të jetë bearish, çka do rris probabilitetin që qiriu që ne po tregtojmë të ndik trendin bearish të marketit, dhe në momentin që ne do jemi bullish, pra në momentin që ne do jemi long ose buy, qiriu paraardhës daily të jetë bullish. Pra këto do jenë komplet, si të themi, dhe pjesa që ne do trajtojmë pra me këtë strategji. Pra shumë e thjesht, shumë jo e komplikuar, çka do përdorim vetëm supply demand, pra duhet të dimë që ne të markojmë ose demandin ose supply-n në një grafik. Ne do bëjmë entry në 15 minutë, supply do markohet në një orarsh, dhe në momentin që jemi short do ishte e mira që qiriu i më përparshëm i daily të jetë bearish, dhe në momentin që jemi long, qiriu i më përparshëm të jetë bullish. Pra shkojmë dhe i shohim domethënë pjesën e analizimit. Atëherë, nëse shohim komplet për shembull struktura e marketit në euro CF ka qenë shumë e mirë për t'i kaluar sfidat. Unë me këtë i kam kaluar pra challenge-at në funding pips. Atëherë, çfarë duhet të dimë është që fillimisht në momentin që jemi në këtë charting këtu, vendosim zonat që ne i kemi supply. Pra zona këtu supply, zona këtu është supply, dhe në momentin që çmimi është diku këtu, ne kemi parasysh që këto dy zona janë supply zone. Dhe në momentin që për shembull ne shohim që
vetëm një moment sa ta gjej pak. Ne shohim që këtu ne po shkojmë drejt kësaj supply zone që ka sjell këtë drop, pra kjo supply zone ka sjell këtë, ka ndikuar që të jetë ky dropi këtu, pa e vendos me ngjyrë kështu, pra ka sjell këtë dropin këtu. Atëherë ne mund na sjell një drop që të paktën të jetë 20 pips që ne na duhet në tregtinë e parë. Pra ne na duhet në tregtinë e parë thjesht 20 pips. Dhe në momentin që jemi këtu do shkojmë në 15 minutë. Dhe në qoftë se shohim në 15 minutë këtu, ne i kemi shkuar, e kemi refuzuar, shkojmë bëjmë një qiri akoma më të dobët bullish, se sa ky qiri dhe më pas qiriu tjetër bearish printohet i fort në krahasim me këtë bearish, dhe ky është një sinjal që kjo zonë supply këtu në një orash po jep efekt pra për short, dhe ky është në momentin që kjo ndodh do jetë një sinjal për short që ne do e vendosim. Stop loss-i do jetë 20 pips, pra tregtia e parë që tham normal të stop loss-i do jetë 20 pips, dhe në qoftë se shikoni stop loss-i është aq i sigur sa është sipër kësaj supply zone, është dhe sipër kësaj supply zone, domethënë e kemi pothuajse shumë të sigur, dhe tek profiti do jetë prap me risk reward 1-1. Pra në qoftë se shikoni tek profiti prap i bie, kjo është një zonë demand e vogël këtu, pa e vendos prap të bardhë, pra kjo është një zonë tjetër demand këtu, çka tek profiti është i sigur, dhe e shikoni se sa precize, domethënë edhe në një orash ne entrin e bëjmë në 15 minutë, po në një orash ka ndikuar 20 pips kjo zonë supply, dhe kemi kapur 20 pips në këtu për të vajtur 2% plus. Atë në momentin që ne jemi 2% plus, është shumë e lehtë që ne të shohim për tregti të radhës, pra tregti të radhës që ne do rrezikojmë 4%. Dhe në momentin që vetëm një moment jemi këtu, në momentin që kalon dita, ne shohim që po kthehet me këtë lëvizje korrigjuese, pra në qoftë se shikoni kemi pasur këtë drop dhe çmimi nuk është se po shkon fort bullish, po shkon me valzime, çka do me thënë që mund të jetë një mundësi e mirë që ne të shohim prapë për short. Atëherë zona supply tjetër do jetë kjo zona këtu, pra ky qiriu këtu bearish, dhe ne do e presim që kjo supply zone të refuzohet, pra kjo supply zone të refuzohet nga ana e euro poundit, dhe ku do e shohim për entry ne do e shohim për entry në 15 minutë. Pra në 15 minutë e ka refuzuar njerë, në qoftë se shikoni ka pasur një refuzim në 15 minutë, e ka refuzuar, mbyllet bearish, atëherë kjo do jetë një sinjal për short. Pra do jetë një sinjal për short, për të mos e komplikuar më shumë strategjinë me break of structure e tjerë, ne do mundohemi që të jemi sa më shumë preciz, do me thënë me analiza dhe me tek konfirmim që ne do e përdorim vetëm në çiftet euro pound, euro CF, që në qoftë se shikoni shumë thjesht i respektojnë këto zona, pra këto zona, dhe prap e njëjta gjë, stop loss-i do jetë 20 pips, tek profiti do jetë 1-1.5. Pra tek profiti do jetë 1-1.5 për të kapur 6%, sepse dhe në qoftë se shikoni tek profiti bie fix këtu dhe ku ka ndaluar, pra ka ndaluar këtu, është kjo zonë demand. Pra po e njëjta gjë, në qoftë se shkojmë prap e shohim prap ditën tjetër. Pra në këto dy tregtinë e kishim kaluar fazën e parë. Atë në qoftë se shohim prap e kemi këtë supply zone këtu, pra është një supply zone që ka sjell këtë drop,
ka sjell këtë drop këtu, pa e shënojmë me ngjyrë të kuqe, dhe në momentin që ne shohim që kthehet përsëri e refuzon, futemi në 15 minutë. Pra në 15 minutë e shohim qartë që e ka refuzuar, pra e ka refuzuar çifti zonën supply në një orash, atëherë ne jemi short përsëri. Pra me tek konfirmim, me tek 20 pips përsëri, dhe përsëri me risk reward 1-1. Prap dele suksesshme, pak rëndësi ka se si shkon tregtia, shkon në drawdown apo jo, ne na duhet që ne të dalim 2% plus. Do me thënë, në rastin ne do ishim në fazë të dytë këtu, të dalim 1.5% plus. Dhe në momentin që i shohim qartë që komplet këto analiza kanë dalë, sepse vete shikoni që unë këto të them të drejtën, këto i kam shfryzuar për t'i kaluar fazat. Pra kjo zone supply, po ashtu dhe kjo zone supply këtu. Atëherë e shikoni prap që prap kemi këtë pjesën e zonës supply këtu në një orash, që është refuzuar dhe kemi pasur prap këtë drop. Prap kemi pasur të drop dhe në qoftë se shohim më pas në momentin që ndryshon trendi, ne mund të zgjatojmë këto zona këtu për shembull, si për shembull kjo zona këtu, kjo zona e fortë këtu, sepse edhe kjo ndodhet. Pra një nga supply-t më të forta në këtë grafik, po i fshim komplet këto, janë këto dy zonat këtu, 1, 2, dhe në qoftë se shikoni prap e kemi atë refuzimin. Pra prap këtu mund kishim bërë një entry në momentin që një qiri bearish na tregon që ne shitsat janë futur në market. Pra prap këtu mund kishim pasur një fitim, pra një risk reward prap 1-1. E kuptoni? Pra kjo është mënyra se si ne do kemi qasjen e tregtimit në euro poundi dhe euro CF. Mjafton të markoni zonat më të rëndësishme, supply ose demand, qofshin, po unë këtu i mora supply zone, dhe të prisni që ajo zonë tjetë e markuar në një orash, dhe të prisni që në 15 minutë, pra të kemi dhe një refuzim pra të zonës supply në një orash, ose zonës demand në një orash. Sidomos dhe kur struktura e marketit shkon me idenë që ne kemi, sepse këtu ka qenë strukturë marketi downtrend, pra këtu jemi vetëm downtrend, këtu ndryshon. Pra ndaj kemi shkuar uptrend. Dhe kjo është ideja, pra me këtë lloj qasje ne do tregtojmë tek euro poundi. Unë po ashtu do bëj edhe një video tjetër tek euro CF, ne mund të shohim edhe shumë thjesht edhe pjesë të tjera ku mund të kemi domethënë mundësi, ku mund të kemi pasur mundësi tek euro poundi që janë të shumta. Në momentin që kemi, si të themi, strukturë të qartë marketi, janë një mundësi ka qenë edhe këtu. Pra kjo ka qenë një zonë e rëndësishme. Prap drop. Në qoftë se zgjatojmë këtu e kemi prap këtë zonë supply. Pra e vetmja gjë që duhet, ja zona supply ku është, ja dhe disa refuzime, ja dhe dropi përsëri. Ja dhe zona supply ku është, prap refuzim, prap një drop bjen, sado 20 pips bjen përsëri. Pra dhe
efikasiteti i zonës mjafton të jetë 20 pips, jo më shumë. Ne nuk na duhen më shumë. Ja këtu kemi pasur për shembull zonën Diment që ka sjell një lëvizje bullish. Ne na duhet vetëm 20 pips. Pra është shumë e lehtë që ne të identifikojmë zona supply ose demand që të paktën për shembull këtu deri këtu. Pra kjo ka sjell një lëvizje 40 pips, po ne me kaq e kishim mbyllur. Me një tregti për buy. Tjetër, ja ku e kemi këtë pjesën këtu. Përsëri, refuzim, short, shumë e thjesht, pra tek qiri, sidomos në 15 minutë, po se dia e hap dot apo jo. Ja nuk jap dot se këtu se ka me pagesë këtë. Pak rëndësi ka, në 15 minutë do ishte printuar një qiri bearish këtu, do ishin futur direct sell. Take profit 20 pips, që është kaq, stop loss 20 pips, që është kaq. Pra kjo është komplet, do me thënë, kjo me këtë do ecim ne. Vetëm me këtë do ecim. E njëjta gjë edhe këtu. Refuzime, drop përsëri. Mund të gjejmë shumë zona, ja, për shembull dhe këtu. Këtu kemi qenë shumë afër, po në raste të këtilla, do me thënë, ne presim se nuk na, të themi të drejtën, aq shpejt sa mund ta kalojmë këtë fazë me kaq mundësi precize, është që të presim mundësi të mira, do me thënë zona të mira, ja për shembull kjo ka qenë shumë e pastër këtu, shumë e pastër, mund të ishte shumë tregti e mirë për të vendosur short. Pra, zgjidhni zonat që janë të bukura. Përsëri dhe këtu, ja ku është zona supply, e zgjatojmë, prap drop, këtu i kemi qenë afër, prap se prap. Pra, euro poundi, unë e shoh qartë që euro poundi, sidomos në një orar i respekton shumë zonat që janë të bukura, pra sidomos dhe këtu që e bëm këtë, i respekton shumë zonat. Dhe ne na duhen që zonat të ndikojmë vetëm për 20 pips. Ne 20 pips duam. Në rastin më të shumë që ne duam është 30 pips, ku duam të kapim 6%. Pra, do shpjegojmë dhe tek euro CF se si do shkoj, dhe kjo është mënyra shumë e thjeshtë që të aplikohet, shumë e thjeshtë që të mendohet, do me thënë, dhe shumë e thjeshtë që t'i kalosh sfida, sepse edhe unë më përpara tregtoja me 1.5%, po në momentin që e bëra këtë shumë e më e thjeshtë. Pra, të kalosh 3 faza dhe të dështosh një, pra është si të themi me $1.600 ne humbim $400 dhe ato $1.200 ne i kemi investuar për të marrë $300.000 kapital. Pra, me pak fjalë, aplikimi i kësaj strategjie ja vlen shumë me pak fjalë. Kështu që shkojmë tek pjesa tjetër e videos.